Pas shpadhjes së vendit vakant për kryeinspektorin e përgjithshëm, ish deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula aplikoi dhe rezultoi kandidati më i suksesshëm në konkurs, duke siguruar pikët më të larta mes të gjithë konkurrentëve. Sula zë një post kyç në inspektimin e institucionit, duke sjellë përvojën e tij të gjatë politike dhe legjislative pas disa mandateve si deputet. Emërimi i Sulës është përfolur më parë, por vendimi u konkretizua pas konkursit, ku ai rezultoi kandidati i parë në rënditje. Përveç karrierës së gjatë në politikë dhe përfaqësimi ligjvënës, Sula sjell në këtë pozicion një eksperiencë të gjerë në administratë dhe menaxhimin publik, duke pasur si qëllim forcimin e inspektimeve dhe monitorimit të institucioneve shtetërore. Në të njëjtën kohë, Shkëlqim Hajdari ka marrë drejtimin e prefekturës së qarkut të Tiranës, duke pasuar afrim qendron. Hajdari ka një karrierë mbi 20 vjeçare në sistemin e drejtësisë dhe ka mbajtur postin e kryeinspektorit që nga viti 2016, duke sjellë eksperiencën e tij administrative në drejtim të prefekturës. Po ashtu, Adriati Kupi është emëruar në krye të Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, IKMT. Kupi, i cili ka shërbyer më parë si administrator i njësisë Petrel në Tiranë, merr drejtimin e institucionit në një periudhë ku prioriteti i qeverisë është lirimi i hapësirave publike dhe mbrojtja e territorit nga shfrytëzimet palishme.